Kam kënaqësinë që në emër të Universitetit të Prishtinës t'ju uroj mirëseardhje në ceremoninë përmbyllëse dhe të ndarjes së certifikatave për programin Job Placement Consulting, një program i rëndësishëm për zhvillimin profesional të këshilltarëve të punës dhe për forcimin e lidhjes ndërmjet arsimit të lartë të tregut të punës. Sot nuk po shënojmë vetëm përfundimin e një programi trajnues, sot po shënojmë një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një sistemit më të qëndrueshëm të orientimit profesional, këshillimit për karrierë dhe mbështetjes të rinjve në kalimin nga studimit drejt punësimit. Universiteti i Prishtinës, institucioni më i madh dhe më i rëndësishëm i arsimit të lartë në vend, ka përgjegjësi jo vetëm të ofrojë dije akademike, por edhe të krijojë mundësi reale për zhvillimin personal, profesional dhe shoqëror. Në këtë drejtim, këshillimi për karrierë dhe ndërmjetësimi drejt punësimit janë pjesë thelbësore e misionit tonë. Programi Job Placement Consulting ka pasur në qendër zhvillimin e kompetencave të këshilltarëve të punës, aftësinë për të orientuar individët për të kuptuar nevojat e tyre, për të informuar mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, për të mbështetur në vendimarrje e për të ndihmuar të ndërtojnë rrugë të qarta drejt tregut të punës. Në një kohë kur tregu i punës po ndryshon me shpejtësi, kur kërkohen aftësi të reja, përshtatje e vazhdueshme dhe mësim gjatë gjithë jetës, roli i këshilltarit të punës bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm. Këshilltari nuk është vetëm ndërmjetës mes punë kërkuesit dhe punë dhënësit, ai është udhërrëfyes, mbështetës dhe promovues i mundësive të barabarta. Të nderuar pjesëmarrës të certifikuar, sot ju merrni një certifikat, por mbi të gjitha merrni një përgjegjësi profesionale. Ju do të jeni ndër ata që do të ndihmoni individët të kuptojnë potencialin e tyre, të identifikojnë mundësitë, të përgatiten për tregun e punës dhe të marrin vendime të informuara për të ardhmen e tyre. Puna juaj do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në jetën e njerëzve. Përmes këshillimit profesional ju mund të ndihmoni të rinjët, studentët, të diplomuar dhe punëkërkuesit të ndërtojnë besim, të zhvillojnë aftësi dhe të gjejnë vendin e tyre në shoqëri dhe në ekonomi. Në emër të Universitetit të Prishtinës ju përgëzoj për përkushtimin, angazhimin dhe suksesin tuaj në këtë program. Ju uroj që njohuri dhe aftësitë e fituara t'i zbatoni me profesionalizëm, etik, ndershmëri dhe përkushtim ndaj qytetarëve. Në fund, dëshiroj të ritheksoj gatishmërinë e Universitetit të Prishtinës për të vazhduar bashkëpunime të tilla që lidhen arsimin me punësimin, dijen me praktikën dhe institucionet me nevojat reale të shoqërisë. Është një kënaqësi e veçantë të jemi sot bashkë me ju këtu, kur përshënohet një rezultat konkret, afatgjatë, i një bashkëpunimi të mirë ndërmjet institucioneve tona dhe partnerëve tonë ndërkombëtar. Investimin në njerëzit që çdo ditë ndihmojnë qytetarët të gjejnë një vend pune dhe të ndërtojmë një të ardhmen më të sigurt për veten dhe familjet e tyre është një investim për zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës. 33 zyrtarë të punësimit që jeni këtu, që keni përfunduar me sukses programin Job Placement Counseling, duke fituar një uri të reja, metoda moderne të këshillimit dhe aftësi profesionale, do t'i zbatoni në punën tuaj të përditshme. Punësimi është një nga prioritetet kryesore për ministrinë tonë, Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlera të Lusë Qëllimtare, dhe çdo qytetar që i drejtohet kësaj ministrie apo qendrave të punësimit, ai nuk kërkon vetëm një informat nga ju apo ne si ministri, po vjen për një mundësi dhe me një shpresë tek ju apo tek ne për të ndërtuar jetën e tij përmes punës. Prandaj cilësia e shërbimeve tona të punësimit ka një rëndësi shumë të jashtëzakonshme. Një këshillim profesional, një orientim i duhur dhe një ndërmjetësim i suksesshëm që bëni ju, mund ta bëjnë dallimin mes papunësisë dhe punësimit, mes pasigurisë dhe stabilitetit ekonomik të një familje të tërë. Zyrtarët e punësimit janë fytyra e parë e institucioneve tona për mira qytetarë. Për këtë arsye, ata duhet të jenë pajisur jo vetëm një uri profesionale, por edhe me aftësi komunikimi, me empati dhe me një kuptim të mirë të nevojave të tregut të punës. Programi që zhvillua nga 20 prilli deri me 3 korrekt të vitit 2026
me gjithsej 300 orë angazhim për pacient një standard të lartë profesional. Ai ka bashkuar ekspertizën dhe përvojën vendore me atë ndërkombëtare, duke sjellë praktikat bashkëkohore të këshillimit dhe ndërmjetësimit të punësimit. Dhe për këtë duhet të shpreh minjojën time të sinqertë për Universitetin e Prishtinës, për GIZ-in, për Infab BV-n, për Fakultetin e Shkencave të Aplikuara të Agjencisë Federale të Punësimit të Gjermanisë, si dhe për gjithë partnerët që kontribuan në realizimin e këtij projekti. Mbështetja juaj është një kontribut i çmuar për forcimin e institucioneve tona dhe për zhvillimin e tregut të punës në Kosovë. Si ministër, besoj që investimi më i mirë që mund të bëjmë është investimi në njerëzit tanë. Sa më të përgatitur të jenë profesionistët tanë, aq më cilësor do të jenë shërbimet tona që u ofrojmë qytetarëve dhe aq më të mëdha do të jenë mundësitë që ata të integrohen me sukses në tregun e punës. Ne jo vetëm që do të vazhdojmë të forcojmë agjencinë e punës së Republikës Kosovës, por ne do të tentojmë edhe të reformojmë agjencinë e punës së Republikës Kosovës, duke u përshtatë nevojave reale të tregut në Kosovë, duke krijuar analizat e nevojshme që i kemi për të analizuar nevojat reale të tregut dhe trendit aktual që përcjell Kosovën, duhet të forcojmë të gjitha zyrat e punësimit, të digitalizojmë gjithë proceseve që është nisë dhe po shpresoj që jemi afër përfundimit, sepse agjencia e punës e Republikës Kosovës nuk duhet të jetë thjesht një agjenci birokratike brenda institucioneve tona, por një agjenci plotësisht në shërbim të qytetarëve tanë. Unë jam shumë i vetëdijshëm që edhe ju që ndërmjetësoni direkt qytetarët tanë, të rinjtë tanë për punësim, por edhe ne që krijojmë politika për këto, nuk kemi me pas kënaqësi më të madhe se kur të arrijmë të punësojmë do të ri dhe kur të arrijmë të gjejmë një zgjidhje familjare të tyre. Të dashur zyrtar të pranimit, edhe unë ashtu si rektori, më lejoni t'ua uroj këtë arritje, këtë certifikat që po e merrni sot, sepse kjo është një dëshmi e punës dhe përkushtimit tuaj, por njëkohësisht është edhe një përgjegjësi e madhe për t'ju ofruar shërbime gjithnjë më cilësore qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ju uroj shumë suksese në rrugtimin tuaj profesional dhe ju falenderoj shumë për angazhimin, pavarësisht nuk kemi arritur ende me taku për shkak të kohës shkurt që unë kam marrë ministrinë në udhëheqje, por jam shumë i sigurt që së shpejti edhe do të takohemi, do të bëjmë programe të përbashkëta dhe do t'i ndihmojmë njëri tjetrin, sepse unë për mu jeni kolegë mi dhe jo në mënyrë hierarkike. Faleminderit për shërbimin që i bëni vendit tuaj. For me, it's a privilege to be here with you, with your, with all the participants in the second program of this counseling certification program. It's a real honor for me. And it's far more than just a certification. I think today is also helping people find a place in the job market or labor market. It's an important issue here in Kosovo. You as an advisor, you are now a coach, now a mentor, you know the barriers and understand all the path to work and getting people into work. And also modern labor market policies and processes needs also modern processes, modern advisors as you right now. And I'm really happy that you did that training and updating your skills, your personal skills. And that's why we joined forces, GIZ, the university, the employment agency, the professors of the university in Germany, and to implement this modern program and updated training for you. I hope this knowledge not stays in the classroom. You go out and apply your knowledge, what you have learned and what you have been experienced so far. And I hope also this is not a one-time training that will also stay in the institution, in the university, as a program for the future, for the upcoming months, years. And looking at you, I think we have a nice, balanced group, also talking about gender balance, non-majority communities. I think we
we see a lot of diverse people in this group, and that's I think it's very good to see, and it makes me really happy that we find also this kind of group for this program. I'm closing here, a lot of words, a lot of speeches, but let me thank you again, and also especially to the university and to the professors, and and congratulate you at the end of the day. It's you, your group as advisors. Congratulations also from my side. Jam shumë e lumtur që sot po e përmbyllim këtë program, të cilin e kemi filluar me skepticizëm, por që doli që na mësoj se me përkushtim çdo gjë është e mundur kur njerëz të duhur bashkohen për një qëllim kaq të rëndësishëm për ngritjen e kapaciteteve profesionale të këshilltarëve të punësimit në Kosovë. Ky bashkëpunim është një model se si mundet institucioni publik të bashkëpunojë mes vete, institucionet publike të bashkëpunojnë mes vete, të përfitojnë njëri nga tjetri, si nga ekspertiza akademike, ashtu edhe nga përvoja institucionale, dhe duke jashtuar këtë ekspertizës ndërkombëtare, plotësohet dhe jepet si model për bashkëpunime të tjera në VM. Pikërisht për këtë arsye, ky program ka synuar që t'i fuqizoj profesionistët e Agjencisë së Punësimit Republikës Kosovës me kompetenca të bazuara me standarde ndërkombëtare, të përshtatura me realitetin institucional, ekonomik dhe social në Kosovë. The professional challenges in education and employment are remarkably similar in all our countries. Problems with the transition from general education to vocational training, higher education, or labor market. The growing trend toward an academic education, even regardless of employment opportunities or prospects. A shortage of skilled workers at the operational level and in the skilled trades. Rising levels of frictional and structural unemployment. Integration of long-term unemployed people and people with disabilities. HR, that means human resource development, consultancy for business, particularly for small and medium enterprises, workforce planning, recruitment, assessment, onboarding, staff development, talent management, age management, outplacement. This is on the side of employers. And a very new trend or challenge in Germany now is the reintegration of made redundant specialists and managers, which are free now because the big companies like Porsche, Mercedes, Volkswagen has problems. And this is not the typical target group for our public administration, labor administration. This is a new challenge. I mean, perhaps in Kosovo the same tendency will now arise.